Një logoped që punon me fëmijë të çrregullimeve të spektrit autik nuk merret vetëm me komunikimin verbal, po merret në mënyrë të veçantë me komunikimin e shpirtit. Ti je logoped nuk do të thotë që të merresh vetëm me fjalën, por ti japësh jetë fjalës. Si e përkufizon autizmi në kuptimin e sotëm klinik, Sergio? Autizmi nuk është një smundje, Valketa. Autizmi është thjesht një problem neurozhvillimi në të cilën duhet të trajtohen të gjithë këta fëmijë njësoj dhe të barabartë si të gjithë fëmijët e tjerë. Ke arritur që të marrësh patentën e Bambino Gesù, spitalit të njohur prestigjioz të Romës. Ajo çfarë na mungon në Shqipëri është për faktin se nuk kemi teste të standardizuara. Dhe kjo është arsyeja e parë që ne duhet të drejtohemi në Donorion edhe Bambino Gesù për të pasur një vlerësim më të detajuar. Nëse dikush nuk ka mundësinë financiare që ta përballojë vajtjen tek spitali italian, edhe mbetet këtu në Shqipëri për pamundësi ekonomike. A jeni ju një klinikë që keni ekspertizën e duhur? Patjetër që po. Nëse do shkojmë në Rom, do duhet përdorim 17 teste vlerësimi. Në Shqipëri përdorim 9 prej tyre. Kur 2 njerëz po planifikojnë një fëmijë, por në pemën gjenetike në njërin nga brezat X ata e dinë që kanë pasur rast familjar në fis, i ka instrumentat gjenetika për të bërë një test për të parë probabilitetin? Risku qëndron gjithmonë, qëndron dhe tek ata të cilët nuk kanë asnjë fëmijë të diagnostikuar dhe as edhe një tafërm të diagnostikuar. Por është vetë gjenetika e cila le të themi ajo që jep sigurinë e parë me anë të profilit gjenetik që duhet bëjnë të dy prindrit. Kemi folur së bashku edhe për autizmin virtual. Më kujtuan qindra prindër të cilët janë drejtuar në derën e klinikës të pataksur, të friksuar. Kam shumë dëshirë të dëgjoj për skenare pozitive vetëm sot. Kujtoj shumë fëmijë të cilët e kanë superuar spektrin e autizmit. A ka një fëmijë që të ka mësuar më shumë për dashurinë se që të ka mësuar vetë dashuria dhe gjithë librat që ke lexuar? Është një vajzë e cila ishte 11 vjeçe dhe kërkon ndihmë në atë formën e saj, e kishte më të vërtet shumë zorshme ta shpjegonte, sepse njëkohësisht edhe belbuzonte. Pse quhet klinika Umano Felice? Ëndra ime ishte të kishte Bambino Felice, por nëse do t'i vija këtë emër, atëherë do mbetesh si një klinikë që trajtonte vetëm fëmijë. Dhe e vendosëm Umano për të qenë njerëz të lumtur. Sot në këtë episod të Inspire kam të ftuar një logoped të spikatur si Sergio Pecaku, i cili është gjenerata e re logopedëve në Shqipëri që ka studiuar jashtë dhe vjen këtu me një mision, me frymëzimin e madh për të bërë një ndryshim jo vetëm për fëmijët që kanë çrregullime të spektrit autik, por sidomos me terapitë mbështetëse ai ndihmon prindrit, ata që janë në hallkën e parë të terapisë së shërimit, njerëzit kryesor më të rëndësishëm. Të falenderoj shumë që je sot këtu, edhe të përgëzoj për misionin që ke, sepse është një mision i bukur që të vish në ndihmë fëmijëve të kësaj fashe që kanë kaq shumë nevojë të jenë të dëgjuar edhe të ndihmuar. Përshëndetje Alketa, të falenderoj unë ty për hapësirën që ke krijuar për këtë temë që me të vërtetë është shumë interesante dhe do t'japim me të vërtetë shumë informacion për gjithë prindrit. Për ato prindër që e vërteta është që duhet përballen me këtë lloj lufte, duhet përballen me formën që vetë sjell spektri autizmit, por në fund ditës duhet që patjetër t'i japim gjitha dinamikat dhe formën që duhet ndjekin ata për të ecur përpara, sepse në fund ditës absolutisht që është diçka që të frikson, por patjetër që është një luftë që fitohet për mua si logoped. Shiko, një logoped që punon me fëmijë të çrregullimeve të spektrit autik nuk merret vetëm me komunikimin verbal, them unë, po merret në mënyrë të veçantë me komunikimin e shpirtit. Eksakt, me zemrën, me heshtjen, me durimin. E drejtë, shumë e drejtë, sepse unë profesionin e logopedit e quaj është një profesion human. Pra, ti praktikisht duhet të zhdërvjellësosh të gjithë pacientin. Ti je logoped nuk do të thotë që të merresh vetëm me fjalën, por ti japësh jetë fjalës. Ka fjalë të cilat duan të dalin, por ka edhe fjalë që mbeten peng diku midis mendjes dhe gojës, dhe aty fillon themun jo terapia e gojës, por terapia e zemrës, sepse kur ti arrin që ta prekësh një fëmijë tek emocioni, tek zemra, ta bësh të ndihet i kuptuar, atëherë menjëherë shikojmë edhe një
përmirësim në mënyrën si ai artikulon emocionin, edhe pse ka vështirësi në aparatin e gojës apo jo. Shumë e vërtet, sepse logopedi fiks këtë duhet bëj, duhet krijoj ura të komunikimit ndërmjet shpirtit dhe mendjes. Këto janë dy pikat kryesore në cilën logopedi përtej profesionit të tij duhet ketë këtë pjesën humane dhe njerëzore që i lidh domethënë të dyja gjërat. Dua ta analizoj faktin që përveç se ti je shumë i lidhur me misionin human të klinikave që drejton, gjithashtu je shumë krenar dhe i lumtur që ke arritur që të marrësh patentën e Bambino Gesù, spitalit të njohur prestigjioz të Romës. Keni krijuar ura bashkëpunimi që pacientët e vegjël të Shqipërisë të kenë një dritare shprese dhe të shkojnë për një ekzaminim apo diagnostikim më të detajuar atje ku profesionalizmi është në nivele më të mira. Nëse domethënë ishte një ëndër që të krijoja Omano Felice në Shqipëri dhe faleminderit Zotit tani janë tre të tilla bashkangjitur edhe me një farmaci në Elbasan në Tiranë. Ëndra më e madhe ishte që të isha dhe pjesë e Bambino Gesùs. Më kujtohet shumë mirë dita e parë në spitalin Bambino Gesù, në cilën u gjenda në një korridor të mbushur plot me fëmijë. Ti ishe praktikant atëherë? Isha praktikant atëherë dhe ishin fëmijë të diagnostikuar me sëmundje të ndryshme, por pash që për çdo fëmijë kishte shpresë. Dhe kjo ishte gjë më e bukur dhe ky është mesazhi që ky spital jep gjithmonë, sepse pjesa humane përballet me atë profesionale. Janë dy gjëra që bëhen bashkë dhe më besoni që është forma më e duhur dhe rruga më e duhur për të ecur përpara në çdo lloj diagnoze që Spitali Bambino Gesù diagnostikon. Shiko, në mënyrë më konkrete, nëse kemi përballjen e parë si prind me fëmijën që është në një nga fashat e spektrit e lehtë, mesatar apo e lartë, juve çfarë bëni me këta fëmijë? Domethënë cili është protokolli që ndiqet? Me anë të mjekës psikiatre, psikologes klinike, fizioterapistit, arrim në konkluzionin e një diagnoze, por ajo çfarë na mungon në Shqipëri është për faktin se nuk kemi teste të standardizuara. Këto teste të standardizuara ne na japin shumë objektiva pune dhe kjo është arsyeja e parë që ne duhet të drejtohemi në donorion edhe Bambin Gesù për të pasur një vlerësim më të detajuar, si nga ana kognitive, si nga ana motorike dhe ana e përgjithshme. Pra, fëmia vjen fillimisht në klinikën tuaj në Tiranë. Ju pastaj e dërgoni tek homologët tuaj në Rom tek Bambino Gesù. Çfarë bëjnë ata që ne shqiptarët nuk e bëjmë dot me klinikat dhe institucionet shëndetësore këtu? Pasi kemi kaluar një vlerësim të përgjithshëm në Tiranë prej një jave, do duhet që drejtohemi në donorione për të nisur vlerësimin e dytë, le ta quajmë kështu. Jemi 12 mjek, 12 profesionistë të cilët vlerësojnë fëmijën për 4 ditë radhazi. Njëkohësisht në këtë 4 ditë, i cili zgjat nga 3 deri në 6 orë një vlerësim në ditë për secilin fëmijë, ne arrim të kuptojmë pjesën kognitive të fëmijës, si është fusha kognitive e tij, si është forma e komunikimit, sa është kuptueshmëria dhe njëkohësisht ana e psikomotricitetit, i cili luan një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës. Pasi kemi mbaruar të gjithë vlerësimin në donorione dhe kemi marrë moshën mentale të fëmijës, çka do të thotë? Jemi përballë një fëmije i cili kronologjikisht është 4 vjeç, mosha mentale është 2 vjeç, atëherë do thotë që të gjithë objektivat që ne duhet punojmë kur kthehemi në Shqipëri duhet të ngrihen mbi moshën 2 vjeçare. Pasi kemi mbaruar fazën e parë të vlerësimit në donorione, duhet të drejtohemi në Spitalin Pediatrik Bambino Gesù në Rom, në të cilin duhet të bëjmë vlerësimin nga ekspertët gjenetistë. Nga këto ekspertë gjenetistë, ata përcaktojnë se janë fëmijë të cilët kanë probabilitet për të qenë formë e ndonjë lloj sindrome apo jo, dhe njëkohësisht të shohim dhe të zbatojmë dhe protokollin që kanë. Çfarë bën saktësisht klinika juaj përveç logopedisë? Atëherë ne kemi ngritur një grup multidisiplinar i cili qëndron me mjekën psikiatre në krye, psikologun klinik, ekspertin logoped, fizioterapistin dhe le të themi ato psikologun e përgjithshëm. Është delikate të punosh me fëmijët apo jo, Sergio? Është bukur sepse ka një mision të mrekullueshëm. Po është të vështirë, sepse fëmijëve duhet t'ia gjesh ato telat që të pranojnë si një mik, si një shok që po e ndihmon në një rrugtim ku ai duhet ngrihet në këmbë dhe të bëhet i Zoti, ndërkohë që kemi një konsiderat etike këtu që s'do ta bëjmë të ndihet ndryshe nga fëmijët e tjerë, do ta bëjmë të ndihet i pranuar. Të punosh me fëmijët është një përgjegjësi me të vërtetë shumë e madhe, por dashuria që marrim nga ata është me të vërtetë e pastër, sepse është nga ato dashuritë në të cilën nuk ka filtra, është nga ato dashuritë të cilat të vinë shumë spontanisht dhe nëse fëmia nuk të dëshiron ta thotë shumë kollaj, pa asnjë lloj ndroje, siç ndoshta mund të bëjmë ne të rriturit. Nëse mund të themi për një sekret, patjetër që është dashuria që ne i falim atyre. Mënyra se si ne e sjellim terapinë tek ata, e cila është, unë e quaj gjithmonë dhe ja them prindërve gjithmonë që nuk po bëjmë një terapi, po bëjmë
po sjellim një formë loje tek fëmijët, sepse ato do mësojnë nëpërmjet lojës. Ky është qëllimi, ky është objektivi kryesor. Nëse dikush nuk ka mundësinë financiare që ta përballojë vajtjen tek spitali italian, edhe mbetet këtu në Shqipëri për pamundësi ekonomike. A jeni ju një klinikë që keni ekspertizën e duhur për të përmbushur me njerëzit, mjetet dhe njohuritë që keni, një program terapeutik për të ndihmuar zhvillimin e fëmijës? Patjetër që po. Nëse do shkojmë në Rom, do duhet përdorim 17 teste vlerësimi. Në Shqipëri përdorim 9 prej tyre, në cilët patjetër që na japin absolutisht diagnozën e saktë dhe absolutisht edhe të gjithë objektivat e sakta për të punuar. Thjesht përdorim sa më shumë teste për të pasur sa më shumë objektiva. Dhe njëkohësisht ajo që është shumë e rëndësishme është që me anë të këtij vlerësimi të përgjithshëm, qoftë në Shqipëri, qoftë dhe në Itali, zbulojmë nga këta fëmijë nëse kanë një mivendosje të diagnozës. Pra, nëse ne i përball një fëmijë në të cilën është i shregullimit ose është diagnostikuar me shregullim të spektrit të autizmit, por njëkohësisht me anë të vlerësimit zbulojmë që ka dhe një mbivendosje të diagnozës, e cila mund të përkthehet në shregullim intelektual ose një pravambetje mendore, do të thotë që hapat e terapisë, mënyra e ndjekjes së saj është disi më e vështirë kur jemi thjesht në një spektër të autizmit i cili nuk ka një mbivendosje të diagnozës. Testi gjenetik i cili realizohet nëpërmjet një analize të caktuar të gjakut apo disa analizave, çfarë informacioni na jep? Atëherë, na jep informacion mbi të ardhmen e fëmijës, çka do të thotë nëse praktikisht në përballje një çrregullim spektrit të autizmit dhe nga ana gjenetike rezulton dhe gjenetikisht pozitiv, atëherë do të thotë që forma dhe rruga e terapisë duhet të jetë më ndryshe se çka kishim përdorur më përpara. Kur dy njerëz që duan të sillin në jetë një fëmijë dhe po planifikojnë një fëmijë. Por në pemën gjenetike në njërin nga brezat X ata e dinë që kanë pasur rast familjar në fis, edhe truan, kanë sigurisht shqetësime dhe pasiguritë e tyre. I ka instrumentat gjenetika për të bërë një test për të parë probabilitetin e rastit përsëritur? Patjetër që po, ne ofrojmë profilin gjenetik të dy prindërve për të parë se sa gjasa kemi ose sa është probabiliteti që të kemi një fëmijë i cili mund të përfshihet në sindroma të ndryshme gjenetike. Këtu Alketa ka diçka hyjnore në cilën jemi përballë prindërve që dhe pse probabiliteti apo risku është shumë i madh në sajt analizës gjenetike për të pasur një fëmijë me problematika të tilla, vazhdojnë përpara dhe shkencën e kanë hedhur poshtë. Çka do të thotë? Ka qenë një fëmijë dhe është një fëmijë shumë i shëndetshëm. Po rasti kur kanë një fëmijë të parë me çrregullim të spektrit autik dhe duan të sillin në jetë një fëmijë të dytë. Si janë probabilitetet apo do të thotë? Risku qëndron gjithmonë, qëndron dhe tek ata të cilët nuk kanë asnjë fëmijë të diagnostikuar dhe as edhe një të afërm të diagnostikuar. Por është vetë gjenetika e cila le të themi ajo që jep sigurinë e parë me anë të profilit gjenetik që duhet bëjnë të dy prindrit për të kuptuar që do përballen me këtë lloj gjëje apo jo. Por, siç e thash edhe më parë, gjenetika nuk mund ta përcaktojë 100% këtë gjë. Ju trajtoni fëmijët e vegjël, po trajtoni edhe të rriturit, dhe kjo është më interesante e terapisë që juve bëni atje. Mami ime, e cila ka kaluar disa goditje në tru, e fundit goditje ishemike ka lënë me pasoja në të folur. Çfarë problemi ka ndodhur me zonën që i përgjigjet gjuhës me aparatin e gojës, sepse ajo logjikën e ka mirë, ajo për të kënduar këndon perfekt, njeh çdo fjalë, mban mend çdo fjalë të tekstit të këngëve, ajo reciton shkëlqyshëm vjershat e fëmijëve, ja reciton besës, por nuk flet rrjedhshëm si dikur. Dhe ka qenë një Alketa si unë. Çfarë ka ndodhur me nënën time në fakt? E kam njohur dhe e kam konfirmuar që me të vërtet ka qenë një Alketa, dhe kur pash mamin tënd atëherë kuptova shumë mirë pse ishe edhe ti kaq e bukur. Faleminderit. E dyta, atëherë këtu Alketa jam përballë diçkaja, çka do të thotë? Momentin që bëjmë goditje cerebrale, mund të kemi dëmtime të dy fushave, në cilën fusha e parë që ndodhet në pjesën temporale të trurit është asaj e zonës së brokës, në të cilën kur na dëmtohet zona e brokës, kemi pacient të cilët i kanë shumë të qarta mendimet e tyre, por kanë shumë vështirësi që t'i flasin, dhe kjo është ajo që faktikisht i ka ndodhur mamas. Dhe e dyta është pacientët kur i dëmtohet fusha e vernikës, të cilët flasin por nuk dinë se ç'flasin, flasin në mënyrë të shtregullt. Si mund të ndihmojnë pacientët që kalojnë ishemit cerebrale, iktusin,
Këtu jemi përballë një afazie e brokës dhe e vernikës, ku pacientët duhet t'i drejtohen terapive logopedike, në cilën gjatë trajtimeve ne mundohemi të rikthejmë ajo që jam duke bërë dhe me mamin, por rikthehem pas në kohë, jemi kthyer shumë kohë mbrapa që në fëmijërinë e saj, në cilën na bën që kujtesa na ndihmon jashmase në zhvillimin e trurit. Përveç ushtrimeve logopedike, ne kemi dhe masazhet bukofaciale që në rastin konkret edhe tek mami ne përdorim Novafonin, këtë pajisjen e terapisë së vibrimit, në cilën na bën që të kemi një simetri të buzëve. Përgjithsisht pacientët me AVC kanë dhe asimetri të fytyrës, pra kemi një buzë më të shtrembruar nga përgjithsisht nga ana e majtë. Paralizë faciale. Paraliza faciale është ajo që quhet domethënë paraliza faciale. Por nuk mbaron me kaq. Nuk një pacient me AVC nuk duhet ketë vetëm logopedi. Ne japim edhe pjesën e fizioterapisë, në cilën mundohemi të vëmë në punë të gjithë motorikën. Duhet kthejmë përsëri tek fëmijët që janë fokusi kryesor i klinikës tuaj. Nëse unë dua të testoj fëmijën tim për 2-3 tregues që janë të rëndësishëm dhe që përcaktojnë ka apo s'ka një çrregullim të kësaj natyre, cila është koha? 9 muaj, 1 vit e gjysmë, kur evidentohen ato shenjat e para, le të themi? Që pas moshës 1 vjeçare, le të themi që fillojnë këmbanat e alarmit. Jemi përballë një fëmije i cili nuk ka reagueshmëri të mirë ndaj stimujve të jashtëm. Stimujt e jashtëm në këtë rast janë drita, tingujt, momentin kur përplaset diçka, kur krijohet një zhurmë në dhomë, kur fillojmë dhe thërrasim në emër. Dhe njëkohësisht ajo që duhet të janë shumë vigjilent prindit është që duhet shohin si është kuptueshmëria e fëmijës. Çka do të thotë edhe pas moshës 1 vjeçare, a ka reagueshmëri ky fëmijë në kuptueshmëri? Shiko, ka fëmijë Sergjo që flasin herët, ka fëmijë që flasin vonë. Në sensi që dikush mund të flasë që 1 vjeç e pak edhe duket që është një fëmijë i artikuluar, le të themi, sikundër ka fëmijë që rreth moshës 2 vjeç ende nuk i shqiptojnë mirë fjalët. Panik i madh në familje. Prindrit vinë dhe drejtohen tek pediatri, tek psikologu, tek logopedi. Si e dalloni juve? Këtu jemi duke folur për një vonesë gjuhësore, në të cilën ajo, ose më saktë mënyra se si ne e kuptojmë që jemi përballë një vonese gjuhësore, është kur kemi një fëmijë i cili ka kuptueshmëri të mirë, arrin të marrë shumë mirë komandat, arrin të kuptoj shumë mirë vendin se ku ndodhet, dhuron buzëqeshje sociale, është gjatë gjithë kohës aktiv dhe bashkëpunon njëkohësisht me ne. Pra këtu jemi përballë një vonese gjuhësore. Ti më the diçka të bukur mua me kamerat fikur, më the që atje në Itali kur bëhet ky testi i vlerësimit problematikës, edhe përcaktohet ai protokolli që ju do ndiqni pastaj si homologët shqiptar në klinikën tuaj, i shkundin prindrit mjekët, sepse në momentin që shikojnë që prindi nuk do të japi gjithë informacionin për fëmijën, nuk do të besojë që ai fëmia ka vërtet një problem, e ka të vështirë të thot çdo të vërtet të hidhur që e vret. Mjeku dëshiron që të vërtetën ta shikojë në sy dhe po ashtu në sy ta sfidojë. Kështu që prindrit duhet të jenë shumë bashkëpunues, apo jo, dhe duhet të jenë shumë realist për situatën me cilën përballen, nuk duhet ta relativizojnë problemin. Ajo që kam vënë re në Itali, siç e prek edhe pak më parë, është që këta mjekët neuropsikiatër fillojnë dhe marrin një lloj pozicioni përballë prindit. Jo duke bërë atë fajtor, po duke u sjellur shumë të ftohtë me ata dhe njëkohësisht duke i dhënë një diagnozë shumë të shpejtë. Atëre, konkluzioni im është shumë i qartë, thonë, unë jam përballë një fëmijë i cili është i çrregullimit të spektrit të autizmit. Dhe në momentin që ne kemi bërë, ose ata le të themi mirë, kanë bërë këtë lloj shkundje, kemi një prind i cili ndërgjersohet në moment dhe njëkohësisht fillon dhe të tregon të gjithë historitë, ose më saktë le të themi që fillon dhe tregon frikën e tij. Aty nis ndihma. Ky është fiks momenti ku prindi po sensibilizohet mbi këtë gjë dhe po ndihmon fëmijën e tij, kur po pranon të gjithë situatën dhe gjithmonë i them, nuk ka rëndësi se çfarë është. Nuk është rëndësishme se jemi përballë një spektri të autizmit apo kemi diçka tjetër. E rëndësishme është si duhet ta sistemojmë këtë gjë, si duhet ta ndreqim këtë gjë. Juve si e ndihmoni nga pikpamje psikologjike? Keni juve grupe këshillimi për prindin siç keni dhe për fëmijën? Se prindi shall ka më rëndësishme që terapia juaj të funksionojë siç duhet të jetë efektive. Përgjigjja e parë që merr prindi, të paktën nga mua, është direkt duke i thënë që qetësohemi pak sepse autizmi nuk është një smundje degenerative. Pra çka do të thotë nuk është një smundje që të bën më keq. E para. E dyta,
duhet kemi parasysh që ky spektër i autizmit në momentin që punohet mirë, automatikisht fillon dhe bëhet edhe më mirë. Në radh parë, autizmi nuk është një smundje Valketa. Autizmi është thjesht një problem neurozhvillimi në të cilën duhet të trajtohen të gjithë këta fëmijë njësoj dhe të barabartë si të gjithë fëmijët e tjerë. Pra, bashkëveprimi i mjekëve, logopedëve dhe prindërve në këtë proces është thelbësor. Është hallka kryesore. Është hallka kryesore sepse ti do duhet bashkëpunosh me psikiatrin për të parë të gjithë fushat e zhvillimit, ose më të saktë të themi për të parë të gjithë kush janë fushat e zhvillimit të dëmtuara tek fëmijët, duhet bashkëpunosh me psikologun për të parë se cilat janë mënyrat dhe se si duhet ndërtuar këto objektiva për të ndërhyrë në terapi, dhe njëkohësisht me logopedin për të parë vetë logopedi se cila është ura e komunikimit që do zgjedhin mbi këtë fëmijë. Si e përkufizon autizmi në kuptimin e sotëm klinik, Sergio? Nuk e shoh si një smundje Alketa, se realisht nuk është një smundje. Është një diagnozë, një gjë e lidhur me neurozhvillimin, në të cilën duhet punuar dhe duhet kuptuar njëkohësisht. Janë fëmijë të cilët mund të kenë problematika sensoriale, problematika të prekjes, mund të kenë problematika të ndryshme me anën vizive, nga ana tjetër pjesën e kuptueshmërisë e tham, por thjesht duhet të ndërhyjmë tek ata duke gjetur mënyrën e duhur për të ndërhyrë tek ata. Pse quhet klinika Humano Felice? Humane të lumtur apo jo? Njerëz të lumtur. Eksakt, njerëz të lumtur. Nëse ëndra ime ishte të kishte Bambino Felice, por nëse do t'i vija këtë emër, atëherë do mbetesh si një klinikë që trajtonte vetëm fëmijë. E ndërruam dhe e vendosëm Humano për të qenë njerëz të lumtur. Është një ëndër Alkeda. Humano Felice është ajo ëndra ime që kur kam qenë i vogël që gjithmonë mendoja të drejtoja diçka. Në radh parë, ëndrat e mia kanë nisur duke qenë një speaker. Gjithmonë imitoja veten, duhet thënë që ke qenë shembulli im në mënyrën e artikulimit vite më përpara. Dhe faleminderit. Ndoshta kjo është arsyeja pse u bëra dhe logoped, përveç faktit që dashuroj fëmijët, fakti që më pëlqen të flas, fakti që pëlqen ndoshta të përdor dhe sinonimet brenda një bisede, lidhet shumë edhe me logopedin. Shiko, shumë njerëz ma vënë në dukje si defekt faktin që flas shpejt. Unë për mënyrën se si e shoh botën, se si e flas unë atë që kam në kokë edhe në zemër, më duket vërtet shumë e bukur që kam mundësi që atë që e mendoj ta artikuloj qartë dhe shpejt. Dhe është jo natyrale për mua që unë ta ul ritmin e të folurit. Domethënë përqendrimi mendor duhet jetë kaq i lartë në atë moment që unë të them, shiko tani, duhet ngadalsohesh pak Alketa, sepse në energjia ime, kodim gjenetik nuk e ka kështu. Shpejtësinë, si matës, nuk e ka kështu shpejtësinë. Alketa, unë mendoj që ti ke një dhunti dhe është kjo e të folurit. Si të flasur më ngadal? Ka logoped që mund të ndihmoj? Apo logopedi nuk ul apo rrit shpejtësinë, thjesht ndihmon në shqiptimin e saktë, në elokuencën, në artikulimin e fjalës? Logopedi gjatë kohës që të ndihmon në shqiptimin, në këtë elokuencë të cilën mundohemi t'ia falim çdo pacienti, mundohet të tregoj më të përqendruar, le të themi, në mënyrën e të folurit. Por Alketa, unë jam shumë i sigurt që IQ-ja juaj është shumë e lartë. A thua? Padyshim. Fakti që ka arritur kaq shumë tregon një të gjë. Por është e lidhur me aftësinë, është thjesht aftësi. E jotja është aftësi. Jam shumë i sigurt që mundohesh ta mbash veten gjatë kohës që prezanton, por është aftësi që shumë pak gazetarë kanë. Është një dhunti Alket, është një dhunti që besoj Zoti ta ka dhënë këtë gjë. Faleminderit shumë. Domethënë nuk bëjmë dot gjë për ta ngadalsuar pak. Jo, pse? Kjo të bën unike. Për mendimin tim nuk duhet ta ndryshosh fare, ose maksimumi mund të bësh një pakt me veten tënde që është kjo gjëja që ne jemi duke folur tani. Që të më kuptojnë njerëzit, unë duhet të flas më ngadal, se unë veten time e kam kuptuar mirë. Kur mendoj shpejt e flas shpejt, unë nuk flas shpejt se nuk mendoj. Unë mendoj shpejt dhe flas shpejt. Si profesionist i fjalës të kam kuptuar në çdo fjalë që ke thënë deri tani. Okej. Ai është problemi kur bëhemi të pakuptueshëm dhe flasim gjëra pa kuptim. Për sa kohë fjalët janë me kuptim, pastaj shpejtësia është shumë personale. Kemi folur së bashku edhe për autizmin virtual. Ka çuar në një regresion të theksuar përdorimi i mjeteve teknologjike që disponon sot çdo fëmijë dhe e ka në duar një iPad, një kompjuter, një telefon, një video game e kështu me radhë. Si mendon? A mos ndoshta
këtu kemi regres, po mund të kemi edhe progres, mes këtyre njerëzve mund të kemi një gjeni të teknologjisë, të inteligjencës artificiale, të asaj që mund ta interpretojmë si gjuhën e kohës që po jetojmë sot. Atë që mund ta interpretojmë si një karakteristik të kohës ku po jetojmë sot. Profesionet më të kërkuara duket sikur janë profesionet që lidhen me teknologjinë. Alketa, më duhet ta nis, sapo ma përmendë fjalën autizmi virtual, më kujtuan qindra prindër të cilët janë drejtuar në derën e klinikës të pataksur, të friksuar, të cilët nga profesionistë qofshin logoped, psikolog, që në të vetën tonë me gjithë respektin që kemi për figurën personale tonën, si unë si logoped, nuk kam të drejtën e dhënies një diagnoze, kanë marrë këtë diagnozën e autizmit virtual, në të cilën e provuar dhe shkencërisht dhe nga Bambino Gesù është një diagnoze cila nuk ekziston. E vërteta është e tillë. Jemi përballë fëmijëve të cilët përdorin ose kanë qasje shumë të madhe ndaj teknologjisë dhe janë, ose më saktë, diagnostikohen në vonesa gjuhësore për faktin që ekspozohen shumë lart nga teknologjia. Ka një mënyrë të dobishme të përdorimit të teknologjisë, sepse në epokën që jetojmë, të gjitha profesionet e inteligjencës artificiale, të koduzëve, të IT-s, janë profesione super të kërkuara dhe ndonjëherë talenti në këto vitet e para lulëzon, apo është gjithmonë e dëmshme teknologjia në vitet e para të jetës. A ka një mënyrë pra që me orë të moderuara gjatë ditës, teknologjia t'i shërbej zhvillimit të fëmijës? Përdorimi i teknologjisë këshillohet gjithmonë nga profesionistët që të jetë pas moshës 5 ose 6 vjeçare. Çka do të thotë, sidomos në moshë të hershme, pas moshës 1 vjeçare, teknologjia absolutisht nuk duhet përdoret, sepse pastaj do na duhet të flasim për fenomenin e autizmi virtual, i cili është një fenomen që ka tmerruar prindër pafund. Le të themi, fëmijë të diagnostikuar nga logoped apo psikolog, e cila nuk është absolutisht e drejta jonë t'japim një diagnozë. Ne mund të identifikojmë shumë mirë problematikat që mund të ketë një fëmijë, por e vetmja e drejtë është e mjekut psikiatër. Çfarë gjasash kanë këta fëmijë që të kenë një jetë normale? Më thej një lajm të mirë që kjo nuk është një smundje apo çrregullim degenerativ. Nëse ne kujdesemi në kohën e dur me modelet e duhura terapeutike, ky fëmijë mund të bëjë një progres shumë të mirë, shpresdhënës apo jo? A mund të ketë ky fëmijë një jetë normale? A mund të ky fëmijë të punojë, të martohet, të riprodhohet, të ketë një jetë normale? Alketa, është pyetja më e vështirë. Është pyetja më e vështirë që mund t'i bësh një profesionisti që bën këtë punë. Besoj që është pyetja që çdo prind ju bën juve, apo jo? Pas mbylljes së një vlerësimi është pyetja që çdo prind na e bën ne dhe ideja është që janë disa gjëra të cilat shihen me kohën. Janë disa diagnoza të cilat i vendos koha. Kam shumë dëshirë të dëgjoj për skenare pozitive vetëm sot. Skenare shpresdhënëse. Ka shumë. Unë më kujtoj shumë fëmijë të cilët janë bërë shumë mirë, shumë fëmijë të cilët e kanë superuar spektrin e autizmit. Mund të superohet plotësisht? Patjetër. Janë fëmijë të cilët mund ngeli niveli i parë i spektrit të autizmit dhe më kujtohet një shumë i afërt, të cilën i mora dhe lejen edhe mamit që ta thoja në podcast këtë histori. Është një djalë shumë i bukur, është një djalë që unë e dua shumë, si gjithë fëmijët e tjerë, i cili ka 3 vite që ndiqet në Omano Felice. Fati keq ka qenë sepse ka pasur një ndjekje jo të duhur nga ana terapeutike. Ka pasur një terapi intensive prej vitesh, në cilën nuk i ka shërbyer, por e kishte kthyer një formë mekanike të ky fëmijë. Domethënë terapia gabuar mund ta përkeqësoj. Patjetër, është njësoj sikur ti dhe unë të shkojmë çdo ditë në të njëjtin vend dhe të bëjmë të njëjtat lojra. Pra, prandaj thash edhe në fillim që çdo terapi ka fillimin e saj dhe mbarimin e saj. Tani te ky fëmijë ne jemi vetëm me 2 herë në javë në terapi. Dhe është një terapi mirëmbajtje, e cila thjesht ati ja bën më të lehtë përditshmërinë e tij. A ka një fëmijë që të ka mësuar më shumë për dashurinë se që të ka mësuar vetë dashuria dhe gjithë librat që ke lexuar? Dhe a ka një histori këtu të përveçme që do doja ta ndaja? Po. Alketa është një vajzë 13 vjeçe, e cila ka qenë abuzuar nga xhaxha i saj. Dhe kërkon ndihmë në atë formën e saj, e kishte më të vërtet shumë zorshme ta shpjegonte, sepse njëkohësisht edhe belbëzonte. Dhe pa e menduar
pa e menduar fare, direkt vendosa që t'jetë pjesë e klinikës, të ndiqet aty, të marri edhe anën psikologjike, njëkohësisht edhe logopedin. Mërshme, do të thënë traumat lidhura fort, traumat lidhura me... Ndikojnë në mënyrë direkte të folurën, apo jo? Absolutisht, belbëzimi është... Një nga simptomat. Është një nga simptomat e para, ose le të themi është një diagnozë që vjen nga të tilla trauma. Dhe ja doli, dhe sot është me të vërtet shumë e lumtur, por e di çfarë më bën përshtypje Alkeda. Nuk më harron kurrë, nuk më harron as mua dhe as Loretën, psikologën e saj. Nuk ka një... Ekonomia e saj është shumë e dobët, po ç'a bën? Mbledh lule nga baxha e saj dhe na i sjell ne. Sa e mirë. Blen çokolata, qofshin të 20 lek, 50 lek të vjetra, dhe na i sjell neve. Po kjo gjë ndodh një herë në 2-3 muaj, në 4 muaj. Dhe kur ndodhem në Rom dhe nuk e gjej, ka ardhur dhe nuk më ka gjetur aty, ndjem aq shumë keq, sepse nevoja për ta përqafuar me të vërtetë është gjithmonë shumë e madhe, sepse aty kuptoj që ekzistojnë njerëz të varfër, por me zemër shumë të madhe. Vajza e luleve të Baxhës, të kemi përshëndetur me shumë dashuri nga kjo studio. Ndërkohë më the edhe për një terapi tjetër shumë të bukur, terapi e sjellje për një fëmijë kleptoman. Dhe u çudita, nuk e kisha dëgjuar në fakt, dhe më pëlqeu mënyra se si e trajtonit. Më thej që flisnim dhe ajo, duke folur, kur unë se kisha mendjen, më mori stilolapsin. E pyeta dhe i thash, pse ma more, dhe ajo më tha një përgjigje shumë thjesht, se s'kam një celulaps kaq të mirë sa ky. Të njëjtën gjë kishte bërë në një situatë tjetër, apo jo? E drejtë, kemi shumë fëmijë të rritur që vuajnë nga kleptomania, e cila është një diagnozë po aq e sikletshme, por njëkohësisht dhe e bukur. Pse? Tek fëmijët kleptoman shikojmë një inteligjencë shumë të madhe. Çka do të thotë? Mënyra se si ato e arsyetojnë veprimin e tyre është manitës. Çfarë bën ti për t'ia shëruar për shumë këtë problem që në vitet e para prindje kupton që fëmia vet bëhet problem për shumë të tjerë dhe vjen tek ju? Do doja shumë të merresha unë, sepse adhuroj të tillë fëmijë. Janë kreativ dhe kanë një inteligjencë, domethënë temase shumë mirë, por është e gjitha punë e psikologës. Është psikoterapia që ata bëjnë së bashku. Pra, psikologu i bën të kuptojnë që ky është një gabim i cili nuk duhet përsëritur dhe kanë metodat e tyre të ndërhyrjes nga ana neuropsikologjike. A janë të mbështetur këta fëmijë nga sistemi shëndetësor dhe arsimor në Shqipëri? Dhe nëse ti do të kishe fuqinë të bëje një ndryshim thelbësor për t'ia bërë jetën më të lehtë, më të mirë dhe progresin më të shpejt, cili do të ishte ai? Do doja shumë ta kisha këtë fuqi për t'i trajtuar të gjithë fëmijët në mënyrë të barabartë, për të shtuar sa më shumë logoped, psikolog në ambientet e shkollave dhe të kopshteve, dhe njëkohësisht do shtoja sa më shumë qendrat e riabilitimit për këta fëmijë. Dhe e dyta, që do bëja, do standardizoja të gjithë testet e vlerësimeve për të mos shkuar as në Itali dhe as një vend tjetër europian. Sergio, ishte era parë për mua që kisha një logoped në studio. Mësova të unë disa gjëra të reja. Ishte një intervistë delikate, sepse duhet kemi disa konsiderata etike që nuk mund t'ja shkalojmë në këtë bisedë për gjithë ata që kanë ndjeshmëri kur flitet për këtë temë. Ju uroj shumë forcë të gjithë prindërve që çdo ditë kanë një sfidë të re. Ty të uroj dije, gjithmonë ta zhurnohesh me literaturën e re, me trajnimet e fundit, sepse besoj shumë në fakt që të gjithë ata që punojnë në fushën shkencore kërkimore për të gjetur zgjidhjet për këtë dhe shumë sëmundje të tjera që ende vazhdojnë dhe dëmtojnë njeriu, të gjehet një përgjigje. Prandaj lexo sa më shumë, të lutem, se nuk e dim se si do të shkojë kërkimi edhe sa njerëz do të lehtësohen nga kjo luftë e përditshme. E dyta, të uroj që të investosh në teknologjitë e fundit që ndihmojnë në përmirësimin e jetës së këtyre pacientëve, dhe treta dhe më e rëndësishme, atë uroj gjithmonë që ta bësh këtë punë me zemër, duke vendosur zemrën tënde, sepse zemra i dëgjon zemrat më mirë se sa gojet që thon fjalët. Falenderoj shumë Alkeda, dhe është me të vërtetë diçka që e bëj gjithmonë, ndoshta i rritur kështu nga familja ime, dhe mundohem të jem sa më afër këtyre prindërve. Mundohem që një pjesë të madhe të tyre i kam bërë miq tashmë. Jemi ato shokët që ulen te kafja, pavarësisht faktit që flasim gjithmonë për djalin apo për vajzën. Mundohem të jem sa më afër tyre gjithmonë dhe t'i jap domethënë sa më shumë kurajo, sepse më të vërtetë që është një luftë, jo një luftë e pamundur. Është një luftë që mund të fitohet. Patjetër. Faleminderit. Faleminderit ju.